Amerikan Donald Trump në Davos ishte një nga temat kryesore të politikës botërore. Ndryshe nga Kosova, Gjermania nuk mori pjesë në të. Qeveria gjermane ka refuzuar pjesëmarrjen për arsye kushtetuese. Kancelari Friedrich Merz bëri të ditur se në formën aktuale strukturat drejtuese të këtij këshilli, ku presidenti amerikan është kryetari i përhershëm me të drejtë vetoje dhe ku shtetet që duan të jenë antar për më shumë se 3 vjet duhet të paguajnë 1 miliard euro, nuk janë të pranueshme për Gjermaninë. Megjithatë, kjo jo e kancelarit gjerman nuk ishte aq e fortë sa ajo e presidentit francez Emmanuel Macron. Kjo do të thotë që Gjermania gjithsesi nuk do që t'i prish marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, në fjalimin e tij në Davos, kancelari Merz nuk i kurseu kritikat e tërthorta ndaj politikës aktuale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shefja e studios së Deutsche Welles në Washington, Ines Paul, shpjegon në podcastin e Deutsche Welles Berlin Briefing se Merz po ecën në një terren shumë të rrëshqitshëm sepse është i vetëdijshëm që Gjermania është ende thellësisht e varur nga Shtetet e Bashkuara në fushën e mbrojtjes. Eksperti i sigurisë nga Pacific Forum, William Alberg, shpjegon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë i vetmi vend në botë që kanë aftësinë globale për të zbuluar nisjen e një rakete balistike kudo në planet. Sipas Alberg, kjo tregon shkallën reale të varësisë strategjike të Gjermanisë dhe Evropës. Dikush që i ka marrëdhënie shumë të mira me presidentin amerikan Donald Trump është Giorgia Meloni. Pikërisht për këtë arsye, takimi mes Merzit dhe Melonit në Rom u konsiderua strategjik. Gjatë konsultimeve ndërqeveritare u nënshkruan disa marrëveshje për mbrojtjen, migracionin, energjinë dhe konkurrueshmërinë në treg. Ky boshti i ri aleance brenda Bashkimit Evropian synon një përgjigje evropiane ndaj 2 sfidave kryesore të momentit: kërcënimit ushtarak nga Rusia dhe presionit strategjik ekonomik dhe politik nga Shtetet e Bashkuara nën Donald Trump.